Sfundi, për shembull, më ka ardhur një zotëri me një barë me një antibiotik ciprofloxacin, cilin e kishte për bashkëshorten e vet dhe tha që ka 3 vite që e pin rregullisht. Fatmirësisht deri sot jam munduar që përveç punës sime të bëj edhe edukimin e pacientëve, sepse ka rëndësi që një pacient të edukohet, sepse ndoshta nuk e ka ditur që ai bar nuk bën të përdoret pa recetë. Sfundi, për shembull, më ka ardhur një zotëri me një barë me një antibiotik ciprofloxacin, cilin e kishte për bashkëshorten e vet dhe tha që ka 3 vite që e pin rregullisht. Çdo farmacist i përgjithshëm duhet ta njoftoj pacientin rreth barnave të cilat miren ose jo pa recetë dhe jo të tentoj patjetër që t'i shes diçka. Dhe në bisedë sipër i tregova që këtë barë rastësi nuk mund ta marr pa recetë për arsye se veç se ka përdorur gjatë, veç se ka krijuar rezistencë ndaj antibiotikut, këso forme kur krijohet rezistenca në antibiotik do të jetë shumë e vështirë mjekimi edhe infeksioneve ndoshta shumë të thjeshta, të cilat neve do të na ndodhin gjatë jetës dhe është e pamundur që të mos na ndodhin gjatë jetës dhe këso forme bashkëshortja juaj e ka dëmtuar florën normale bakteriale dhe duhet ta njoftosh që fillimisht për çdo shqetësim që e ka të vizitoj mjekun, të bëj analizat përkatëse dhe nëse është e nevojshme të mirën antibiotik. Ka pas raste të shpeshta, kemi raste edhe kur kërkohen edhe barna qetësuese pa recetë. Shpeshherë gjatë punës sime sa kam punuar te spitali, afër QKUK-s kam punuar në një banatore përballë QKUK-s dhe gjatë kohës sa kam punuar aty ka pas raste që familjar kanë ardhur dhe kemi pacientin prag vdekjes, jemi shumë shqetësuar apo na rekomandoni diçka nga barnat dhe normalisht që ju kam dhënë një suplement, një vitamin B6, cilën mund ta japim pa recetë dhe normalisht gjithmonë duhet ju ikim barnave të cilat vetë se shkaktojnë përgjumje ose janë barna të sistemit nervor. Shpeshherë kjo ka quar në probleme shumë të mëdha ku pacient kanë marrë komplet dozën e barit, kanë marrë komplet sasinë e tabletave dhe kanë ndodhur gjendje të cilat mund të jenë edhe pakthyeshme. Pra një kujdes shumë i vogël i farmacistit mund të shpëtoj jetë. Qoftë në përdorimin e duhur të barnave, qoftë në sqarimin e barnave, qoftë në këshillimin e pacientëve dhe çdo pacient kur del prej banatores duhet ta di që është ndarë nga një profesionist shëndetësor dhe jo nga një shitës cilin vetë se ka parë në shalter dhe mjaftueshëm është aq.